nga fillimi I shtatorit. Duke folur nga rezidenca e tij në Mar-a-Lago në Florida, Trump tha se çdo varr që shihni është rrezuar, vret 25.000 njerëz të varur nga droga dhe shkatron familjen në gjithë vendin tonë. I pyetur nëse SBA po planifikonin ndonjë sulm në tokë, Trump refuzoi të përjashtonte këtë mundësi, duke thënë nuk do të isha I prirur të thosha se do ta bëja këtë. Nuk do t'ju them se çfarë do të bëjmë me Venezuelën nëse do ta bëja apo jo. Donald Trump e ka minimizuar mundësinë e një lufte të SBA-s me Venezuelën, por tha se ditët e Nicolas Maduro si presidenti I vendit janë të numëruara. I pyetur nëse SBA do të shkonte në luftë kundër Venezuelës, presidenti amerikan tha se dyshoi, nuk mendoi kështu, por ata na kanë trajtuar shumë keq. Komentet e tij vinë ndërsa SBA vazhdojnë të nisin sulme ndaj anijeve të dyshuara për kontrabandë droge në Karaibe. Administrata Trump thotë se sulmet janë të nevojshme për të ndalur rrjedhën e drogës në SBA. Trump hodhi poshtë sugjerimet se veprimi I SBA-s nuk kishte të bënte me ndalimin e narkotikëve, por synon dorëzimin e Maduro. Nëse mund të jenë pra vërtet pjesë e një strategjie antinarkotike, a mund të fshehen edhe një qëllim më të gjerë për dobësuar kështu edhe ndikimin rus dhe kinez në Venezuelë? Po, kjo është edhe qëllimi. Tani ky administrata e re e Trumpit, ata kanë një doktrinë izolacioniste, mirë po vetëm për Amerikën sa I përket. Ata nuk duan që të jenë të involvuar në luftrat në linjën e mesme në Evropë, me rastin e Ukrainës dhe me Kinës, por ata duan që ta kontrollojnë të gjithë Amerikën Veriore dhe Amerikën Latine. Prandaj edhe me hyrje në detyrë të Trumpit, ata filluan një luftë ekonomike me Kanada dhe thonin që do ta bashkojnë Kanadën me Amerikën, donin që ta merrnin edhe Greenlandin, që ta sigurojnë të gjithë Amerikën Veriore nga një sulm I mundshëm I Rusisë apo I shteteve të tjera. Po ata po ashtu nëpërmjet kësaj strategjie duan që ta largojnë influencën e Kinës, sidomos në aspektin ekonomik, për shkak se shumë shtete në Amerikën Latine kanë qasje socialiste, si për shembull presidenti I Brazilit është socialist, presidenti I Kolumbisë socialist dhe shtete të ndryshme këtu kuptohet Venezuela, mirë po ka disa shtete që ndryshojnë regjimet, po ka një tendencë socialiste për shkak se ka popullat shumë të varfër në gjithë Amerikën Latine, sikur shtet më I varfër është Bolivia dhe kryetari I saj Evo Morales, më duket se quhej, gjatë 2 dekadave u detyrua që të tërhiqet dhe tani nëpërmjet një grup shteti, mendoj që gjastistët e kanë marrë përsëri pushtetin dhe ka gjithmonë ndikim të Amerikës, sidomos për shkak të litaniumit dhe pasurive të tjera natyrore që I duhen për industrinë e veturave dhe baterive në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po ashtu për naftën, për arin. Dhe kjo merret si pretekst droga, mirë po Venezuela nëse prodhon drogë, ajo është kokainë dhe kokaina është shumë e shtrenjtë dhe amerikanët apo ata që vinë rastet e vdekjes në Amerikë nga droga nuk vinë shumica nga kokaina, po vinë nga droga të lira, droga kimike, e fantanol, apo si quhen fetanol quhet, dhe ajo kuptohet që nuk vjen prej Venezuele. Dhe vetëm kjo është një arsye tim për ta sulmuar, për shkak se kemi pas edhe raste të tilla në të kaluarën, intervenimin në Panama, fjala për luftimin e drogës, kokainës dhe presidenti I atëhershëm I Panamas, një general I cili ka pasur pushtetin, ai mirret dhe futet në burg në SBA, një scenario të tillë dëshirojnë që ta bëjnë edhe me presidentin Maduro, po kuptohet që nuk do të arrijnë atij qëllimi, ata u përpoqën edhe në periudhën e Hugo Chavez, I cili ishte para presidentit Maduro, që ta ndrojnë pushtetin dhe organizohen disa grushte shtete, apo mirë po të gjithë dolën të pasukseshme dhe besoj që kësaj radhe do të kemi një situatë të ngjashme. E qartë. Zoti Daudi, nga ana tjetër, në deklaratën e fundit Trump ka përdorur të njëjtin ton pra ndaj Venezuelës, Iranit dhe Koresë së Veriut, pra kërcënim përmbajtur, po pa veprime të menjëhershme, po I shuaj. A mund të quhet kjo si një pjesë e një doktrine të re të politikës së jashtme amerikane, pra një tension I menaxhuar që synon të ruajë këtu edhe ndikimin global pa përfshirje të drejtë për drejtë ushtarake? Po kjo është edhe doktrina e re. Doktrina e re e SBA-s është fjalë boshe. Pra vetëm flasin do ta sulmoj këta duhet të veprojnë ashtu, sikur mendon sikur është kryetari gjithë botës dhe jo kryetar
i zgjedhur vetëm me votat e një pjesë të votuesve republikan. Pra, kjo është çështje psikologjike për Trump, i cili mendon se nëse thot diçka, ajo duhet të zbatohet. Por kuptohet që Korea e Veriut asgjë i konsideron fjalët e Trumpit, për shkak se ata kanë një ushtri të mirë organizuar, kanë edhe bomba nukleare dhe as pak që mërziten për idetë e Trumpit dhe fjalët e Trumpit. E njëjtë është rasti edhe me Irani. Irani ka po ashtu një sistem mirë të organizuar dhe ushtri të fuqishme dhe çdo kërcënim nga ana amerikanëve, ata thuajnë jemi të gatshëm që t'i kundërpërgjigjemi. Njëjta vlen për Venezuelën, ata nuk frigohen, nuk kërkojnë ndihmë ndërkombëtare që ta luftojnë agresionin amerikan, janë të bindur, kanë vetbesim se në një rast të tillë ata do të mund të vetë mbrohen. Pra kjo është realiteti i ri. Realiteti i ri është që SBA nuk është më superfuqi ushtarake si në vitet e 90-ta. Dhe gjithë ato luftanijet, armë aeroplan mbajtëse që afrohen në bregun e Venezuelës, unë besoj që lehtësisht mund të shkatrohen dhe të zhyten me teknologjinë e re. Dhe nëse fillon një luftë, kjo do të ishte fillimi i dështimit të superfuqisë Amerikës, për shkak se do të dëmtoheshin shumë financiarisht dhe do të turproheshin edhe në aspekt ushtarak, për shkak se do të kishin humbje të mëdha ushtarësh dhe pajisje ushtarake si luftanie dhe aeroplana, nëse kuptohet sulmojnë edhe prej ajri, për shkak se Rusia do t'i furnizone Venezuelën si partner strategjik që e kanë, po ashtu edhe Irani do t'i furnizoj, për shkak se kanë një marrëdhënie të shkëlqyeshme mes Venezuelës dhe Iranit, dhe vetëm që Amerika do të pasojë dhe ekonomia amerikane. E qartë. Mirë, zë Dauti, për të kaluar tek një tjetër çështje, presidenti i SBA-s Donald Trump pretendoi se Rusia edhe Kina po kryejnë teste të armëve bërthamore dhe tha që edhe SBA pra duhet ta bëjë këtë pa qenë më specifik në lidhje me testet e supozuara që mund të ndodhin. Pyetja është nëse a mund të konsiderohet tashmë kjo deklaratë si nisje e një gare të re bërthamore dhe ndërkaq cilat do të ishin pasojat që do të kishte kjo për arkitekturën e sigurisë globale që u ndërtua pas luftës së ftohtë. Po, pas luftës së ftohtë kemi ndërprerjen e testimeve nukleare, për shkak se bindet në atë kohë diplomacia, se nuk është e mundur që nëpërmjet armëve bërthamore të fitohet një superfuqi tjetër, për shkak se ajo do të nënkuptonte shkatrimin e botës. Dhe besoj që në intervistën e fundit që Trump e tha ne kemi arsenal nuklear sa që 150 herë të shkatrojmë botën. Pra ndoshta kanë 3.000-4.000 bomba atomike, që për ta shkatruar gjithë botën ndoshta do të mjaftonin 500 apo 100 bomba atomike për ta shkatruar civilizimin botëror. Në anën tjetër e kemi Rusinë, të cilët kanë ende më shumë bomba atomike, besoj mbi 6.000 bomba atomike. Ju e përmendet edhe Kina zyrtarisht thuhet që kanë mbi 500 bomba atomike, po ata vazhdojnë të prodhojnë të tjera, sidomos tani në periudhën e Trump, kur ndihen të kërcënuar nga një sulm i mundshëm me shtete proksi, pra duke i bashkuar Filipinën, Korenë Jugore, Tajvanin, Japonin dhe ndoshta edhe duke e kërcënuar nëpërmjet Indisë, mund të ndodhë një sulm i tillë që me mbështetje amerikane të sulmohet edhe Kina, prandaj ata përgatiten dhe prodhojnë ende bomba nukleare. Po kjo çka e deklaroi Trumpi, kuptohet që është një thyrje e marrëveshjeve apo traktateve ndërkombëtare, të cilat janë pajtuar shtetet e fuqishme bërthamore që mos prodhojnë teste nukleare, për shkak se edhe e dëmton, si ta quajmë, klimën globale apo gjithsesi ozonin e dëmton, prandaj edhe është marrë një vendim i tillë. Dhe është marrë një vendim i tillë se nuk ka nevojë të prodhohen më bomba atomike, për shkak se ka më shumë se sa nevojitet një shteti që të ketë. Dhe kjo kuptohet që do ta hap derën që edhe shtetet tjera të fillojnë të testojnë. Një nga ata që mund të fillojë të testojë mund të jetë përsëri Korea e Veriut, për shkak se edhe ata e ndërpren testimin e bombave nukleare, po mund të ndodhë që edhe Irani të bëjë një testim të bombas atomike. Po ashtu Izraeli nuk ka bë testim të bombave nukleare, edhe pse thuhet se Izraeli ka bomba nukleare, mirëpo ato asnjëherë nuk e kanë testuar atë.
ndoshta është koha që ta testojnë, se ndoshta ata kanë plane që ta përdorin sidomos kundër Iranit. Dhe unë besoj që ky testim që bëhet në Amerikë nuk bëhet që të përdoren ata bomba nukleare kundër Rusisë, për shkak se të përdoren kundër Rusisë do të thonte vetvrasje për SBA-n. Mirëpo ato ndoshta mund të përdoren që Izraeli të përdor ata bomba atomike kundër Iranit. Një scenario të tillë mund të parashoftë në vitet e ardhshme apo në muajt e ardhshëm. Zoti Dauti, Shtetet e Bashkuara janë tashmë në presion për të respektuar këtu edhe traktatin e ndalesës së plotë të testeve bërthamore, megjithëse nuk e kanë ratifikuar pra zyrtarisht. Nëse SBA-ja do të riniste testet bërthamore, a do të hapte kjo rrugën që Rusia, Kina, India apo nga ana tjetër dhe Korea e Veriut ta përdornin këtë si një justifikim për të hapur një garë armatimesh? Po tani Rusia vazhdon që të provojë sisteme të reja të armatosis, sidomos të raketave balistike interkontinentale. Kjo çka do të thotë se prej Rusijet mund të goditen caqet në SBA, sidomos për shkak se prej aty i kanoset rreziku, dhe gati çdo 3 muaj apo 6 muaj Putini kryetari i Rusisë del me një deklaratë dhe thotë që e kemi zhvilluar këtë sistem, atë sistem. Dhe të gjitha ata raketat e reja janë hipersonike dhe nuk ka mbrojtje ajrore kundër atyre. Pra nëse ata drejtohen drejt SBA-ve, nuk ka sistem mbrojtës SBA-ja që t'i shkatroj ata në ajër. Pra të gjitha ata raketat kundër ajrore që i ka Patriot apo THAAD, ata nuk e kanë atë potencial që raketat hipersonike t'i shkatrojnë në ajër, dhe kuptohet që Amerika për shkak se ka mbetur në dizavantazh në këtë aspekt, amerikanët ende nuk e kanë raketat hipersonike, ata tani kërcënojnë me testimin e armëve bërthamore dhe thuajnë që nëse ju na sulmoni me raketa hipersonike, ne do t'i përdorim armët bërthamore. Pra kjo një shenjë friksimi nga ana e SBA-s, që ka mbetur mbas me teknologjinë. Mirëpo në të njëjtën kohë dëshiron që ende të mbaj rendin botror në udhëheqjen e tyre, por tani, si thash edhe më herët, nuk janë vitet e 90-ta, ka ndryshuar bota, ka ndryshuar teknologjia. SBA-ja duhet dal ngadalë që të tërhiqet në territor të tyre, për shkak se me teknologjinë nukleare shumë shtete tani mund ta provojnë. Mund ta provojë edhe Turqia, sikur e provoi edhe Pakistani bombat atomike. Besoj që Irani ndoshta edhe e ka, përderisa Korea e Veriut e ka me bombën atomike me gjitha të teknologji që konsiderohet se është e prapambetur në aspektin teknologjik si shtet. Kjo do të thotë se edhe shtetet e Amerikës Latine mund të provojnë, për shembull Venezuela, pse jo? Apo Kolumbia në bashkëpunim me Brazilin dhe ndoshta në të ardhmen edhe Argentinën. Edhe ata mund të provojnë dhe një bombë atomike, dhe në atë aspekt Amerika do të ndihej e drejt për drejt e rrezikuar, sikur ndihej rrezikuar kur në Kuba kishte raketa të cilat ndoshta edhe ishin raketa nukleare, të stacionuar aty në kohën e Bashkimit Sovjetik dhe që solli në një krizë në mes SBA-s dhe Bashkimit Sovjetik, dhe parafërsisht do të fillonte një luftë nukleare shkatrimtare për të gjithë botën në vitin 1962 në kohën e John Kennedys. Zoti Dauti, mos ndoshta e gjithë kjo që po ndodh tashmë dhe deklaratat e presidentit amerikan Donald Trump pra tregojnë se po përballemi tashmë me një mospërputhje të qëllimshme mes retorikës politike dhe nga ana tjetër realitetit teknik. Më falni, po nuk e kuptova pyetjen. Atëherë, apo përballemi me të gjitha këto deklarata që po bën presidenti Donald Trump me një mospërputhje të qëllimshme pra mes retorikës politike dhe realitetit teknik, dhe është kjo pjesë e një strategjie për t'i trembur kundërshtarët sesa për të vepruar në këtë rast? Po, pikërisht, kjo është një taktik për t'i trembur kundërshtarët, për shkak se teknologjikisht SBA-ja nuk qëndron në pozitën që do dëshironte që të jetë. Mirëpo ata politikisht ende e ndjejnë veten si superior. Kjo kuptohet është pasojë e dominimit të botës së tyre mbas luftës së dytë botërore, mirëpo edhe atëherë kishim një sistem
multipolar në kuptimin se edhe Bashkimi Sovjetik dhe Kina ndoshta ishin të fuqishme, mirë po pas luftës së ftohtë, kur Bashkimi Sovjetik u dobësua apo u shpartallua, prej viteve 90, Amerika e konsideron veten, mund ta quajmë si polic i botës, dhe kjo në aspekt psikologjik e dëmton SBA-n, për shkak se ende dëshiron që ta mbajë atë pozitë dhe mendon se nëse i kërcënon kombet e tjera apo shtetet e tjera, do të arrijë në ndrim të regjimit. Tani jo që e kemi vetëm që i kërcënohet Venezuelës që ta ndrojnë kryetarin e shtetit të tyre dhe regjimin e tyre, partinë që udhëheq atë shtet, ideologjinë socialiste bolivare të Venezuelës, ata po ashtu e kërcënojnë edhe Nigerin. Fjala se kemi diskriminim të minoritetit të krishterë, dhe kuptohet që edhe Nigeria edhe Venezuela janë të pasur me naftë. Pra qëllimi është të vidhet nafta nëpërmjet kompanive amerikane të energjisë, dhe nuk është qëllimi për drogën, sikur është çështja për Venezuelën, apo për të krishterët, sikur është në Nigeri. Çdo herë gjejnë ata ndonjë arsyetim, po arsyetimi i vërtet apo qëllimi i vërtet është grabitja e pasurive të shteteve të tjera, ashtu që të jenë të pasur dhe të mund ta dominojnë të gjithë botën. Ashtu sikur që i vjedhin në Shqipëri të mirat shoqërore, i vjedhin minierat dhe i kanë të gjithë kompanitë të perëndimit dhe ju si konsumator të Shqipërisë, të gjithë mallrat që i bleni janë të prodhuar në perëndim, ashtu që e kontrollojnë ekonominë e Shqipërisë dhe politikanët e Shqipërisë, ashtu përpiqen që ta dominojnë botën, duke i kontrolluar ekonomitë e tyre dhe politikanët e tyre, por kjo besoj që është çështje së kaluarës dhe ka mbetur vetëm në aspekt psikologjik që të frikoj shtetet, mirë po ka shtetet të fuqishme dhe burgshtetas që nuk frigohen nga kërcënimet amerikane dhe kjo është realiteti i ri i rendit të ri botror. E qartë. Zoti Dauti, nga ana tjetër, Donald Trump ka thënë se vendet e tjera po testojnë nën tokë, pra ku askush nuk e di se çfarë ndodh, duke sugjeruar pra se SBA-ja duhet të ketë një përgjigje në mënyrë të barabartë sipas presidentit amerikan. A mund të jetë kjo retorike e pjesës së strategjisë së Donald Trump për të treguar më shumë forcën e tij, apo nga ana tjetër një sinjal real për militarizimin e politikës amerikane? Tani ndodh që të ketë testime ndërtokë. Kush i bën ata testime ndërtokë? Korea e Veriut i bën ata testime ndërtokë, për shkak se ata shteti i tyre nuk është shumë i madh, nuk kanë shkretë të tjera, mirë po kanë male ku nuk janë të banueshme dhe zakonisht ndërtokë bëhen testimet nukleare. Një rast të tillë mund ta konsiderojmë edhe Pakistanin, për shkak se dim që Pakistani është densisht i populluar. Pjesa kur është për të jetuar, besoj që kanë mbi 200 milion banor si shtet, dhe ata testojnë ato pjese ku janë malet dhe ku ka shumë pak banor dhe testohet ndër tokë. Tani, para disa muajve kishte një supozim se edhe Irani ka bën një testim nuklear ndër tokë, për arsye se në një rajon dikund u parapase apo u dëshmua se kishte një tërmet dikund 5 gradë Richterit quhen ata, dhe besohet që kur bëhet testime nukleare, ndihet sikur ka pasur një tërmet. Tani ishte ajo një tërmet në Iran, se atje është një zonë e tërmeteve dhe ka shpesh, apo ishte një testim nuklear, këtë nuk dihet. Mirë po, kjo është realiteti dhe nuk janë të gjithë shtete si Rusia që i ka gjitha territor dhe mund të lirshëm të testoj bombat atomike në të hapur, apo SBA-ja që i ka edhe Alaskën edhe Teksasin si shtete shumë të mëdha dhe mund të testoj bombat atomike, po ata i kanë edhe oqeanet e tyre, ku mund të testohen në oqean. Në rastin e Iranit, ata nëse testojnë nuk është se mund të dalin në të hapur dhe ta testojnë bombën atomike. Pra shumë geografia ka shumë ndikim se si do të testohen. Mirë po kuptohet që vetëm e përsëri, kjo dëshmon që SBA-ja ndihet e rrezikuar, ndihet e frikësuar, përderisa flet për testime nukleare, për shkak se nëse bëhet luftë, sidomos në rastin e Ukrainës dhe Rusisë, ajo do të ishte një luftë nëpërmjet aeroplanëve ushtarak, nëpërmjet dronëve, këmbësorisë, artillerisë,
Dhe vetëm në atë mund të shqyqonin forcat e vërteta ushtarake se kush mund të fitojë Evropa, apo NATO-ja, apo Rusia. Mirë po nëse vjen në përdorimin e bombave atomike, atëherë kuptohet që nuk do të ketë fitues, të gjithë ne do të jemi humbës, për shkak se do të nënkuptonte shkatrimin e civilizimit botror, dhe nuk e dim se çfarë të pasojash të vështira do të kishte, e dim që do të nënkuptonte shkatrim për të gjithë ne. E qartë. Mirë, zoti Dauti, kemi arritur në fund, ju falenderoj shumë për gjitha informacionet. Ju faleminderit edhe ju. Faleminderit shumë, kënaqësi. Mirë, të nderuar televizionistët, ishim me ekspertin e marrëdhënieve ndërkombëtare, zotin Frymëzim Dauti, ku ndalem tek Venezuela dhe më pas në pjesën e dytë tek rinisjen e testeve bërthamore nga ana e SBA-s. Po mbyllim këtu këtë pjesë.